Salatu e salam ja dërgojmë. Lësë Allah në zëgjel që të ne këtë pranu këtë muaj të bekuar me ibadetet të cilat i kina bane ta, qofta xherim, lexim Kurani, sadak, dua e kështu me radhë. Të ndërra vëllezërja, çdo sanit i vjen fundi, subhanallah. I vetmi që është i pavdekshmi është Allahu xhaleshanuhu. Por ne sot edhe na vjen këtë që shkoj mu i bekum, po edhe në anën tjetër gëzohemi që e kemi kryer një ibadet. E vetmi është me thonë Allah bane kabull. Kjo është e rëndësishme. Vazhdojmë pastaj me derset të cilat i kemi të rregullta çdo javë që i majmë kështu të kësaj natyre. E kemi mritë tek dersi me titull Pejgamberi alayhi salatu wassalam e donte dhe nxiste apo motivante që besimtari më konë pozitiv, me konë me vullnet, me pas mendim mirë. Shkurt, besimtarit nuk i takon edhe nuk i lejohet që më konë, na i themi tash në këtë gjuhën, edhe pse s'është shqip kjo fjalë, pesimist, por me qenë optimist. Optimist, dhe më thonë që me e ditë që mas kretë atyne angazhimeve të tia, mendimeve të frikshme për të ardhmen, është një Allah, i cili e ka çështjen tënde në dorë, i cili e sjell gjithësinë, ai është që nuk ka flet as gjethe, as kurgja në botë që lind pa dijen, lejen, urdhin edhe fuqinë e tij, edhe nuk ka asgjë e cila vdes apo bjen edhe një gjethe, qoftë ajo ma vogla, pa urdhin, lejen, fuqinë e tij. Kur e ki këtë bindje, atëherë secili për neve është optimist. Allahu i lartësuar me një hadith kudsi ka thonë: unë jam tek mendimi i robit. Unë kam sjell me robin ashtu si ai mendon për mua. Nëse mendon mirë, kam sjell mirë me ta. Nëse mendon keq, kam sjell ashtu që ai ato mendu. Prandaj në Islam ndalohet me mendu ka keqja. Është e habitshme apo e çuditshme dhe hiç jo e mirë kur ka njerëz të cilët vetëm mendojnë keq. Elhamdulillah ka rrugën e mirë, veç rrin tu tut. E ka shnetin mirë, veç rrin tu kukat. Kur nuk di me thonë elhamdulillah. Pastaj, kur mendon keq, kur mendon ka fukarallëku, kur mendon ka smuja, edhe të ndodhin gjanat që shi mendon. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë ka dalë dhe ka thonë shokëve të vetë, mos parashikoni, ka thonë. Mos u mbështetni në horoskopa. Edhe mos ju besoni atyne. Por në anën tjetër ka thonë, mendoni mirë për Allahun edhe bëhuni optimist. E ban mirë Zoti. Kjo që po them e ban mirë Zoti, na asesi nuk kemi për qëllim që me i kundërshtu sebepët. Sebepët janë pjesë e fesë. Por ka dallim të mbështetesh në sebepët edhe ti marrësh sebepët. Mi marrë sebepët është më qunë sabah, me dalë në punë, me qelë dyqanin kur është vakti me qelë, momentin që e qelë, thu bismillah. Edhe me pas bindje se risku është në dorë të Allahit. Dole as dole unë këto, i mora sebepët si mora risku. Po pse vi marrish pra, pse Allah më ka thonë mi marrë. Më ka thonë Zoti mos me fjet aty, se si të fla, unë e hynë në gjëna, që s'dal në punë. Pra, me mendu mirë për Zotin, me ditë që çdo sen është në dorë të atij. Edhe atëherë kur je mas ngushti, pra me mendu mirë për Zotin. Qysh kanë mendu pejgambert? Ibrahimin a.s. duke hudhë në zjarë, ai nuk e prishi mendimin për Zotin. Ela Allahu deri në çastin e fundit. A mos po i ndran mendja. Me thonë,
Zoti është shumë i fuqishëm, shumë i mirë, po që se herë mla. Nuk tha ashtu. Nuk tha as Musa, as pejgamberi alayhi salatu wasalam në shpellë, mendimi mirë për Zotin. Mos u piklla, mos u mërzit, mos u idhna, mos u tot, o Ebu Bekër. Çka mendon për dy burra që i treti ty në është Allahi? A ka mundësi që ata dikush me imun? Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, më shumë të besimtarit që më habit është optimizmi. El-fa'l është optimizëm, është gjithmonë menon edhe kur është në kushtet në rrethonat më të këqija, nuk e prish mendimin për Zotin. Rën shumë pozitiv. Sa kur shkon ti me e pa ata, nëse ajo e smut, ti shkon me atë në jetën me ia dhënë këshill, ai ty t'jep këshilla. Nëse ka ndodhur një fatkeqësi, ka vdek dikush, edhe prej ato dashurve të tij, edhe fëmia, vladi, që për prindin është s'ka marron se me ndodh diçka e tillë, ti në vend se me shku me i dhon gajrat, ai ty t'jep gajrat. Pse? Se ka lidh zemrën me Zotin. Edhe habit është ti me fjalët e tia pozitive, me falendrimin ndaj Zotit. Edhe shet që ky njeri s'ka nevojë për ngushëllim. Ky njeri s'ka nevojë për këshill. Ky është ai që po na jep neve këshilla. Subhanallah. Andaj, kjo e ka habit pejgamberin alayhi salatu wasalam. Të dashur vëllezër, pak po kthehem në jetën praktike. Edhe ju po besoj jeni të pajtimit dhe dëshmitar të kësaj se na kemi tradit i pyesim njerëzit çushi a je mirë kur takohemi. Ka raste kur nuk hym thellë, ka raste kur hym thellë. Edhe ata që na përgjigjen neve kur na i pyesim çushi a je mirë, janë dy kategoritë njerëzve. Kategoria parë, ata të cilët hallet e tyne i mbajnë mes vetes tyne dhe Allahut. Edhe thojnë elhamdulillah, mirë jemi. Elhamdulillah, shumë mirë. Shqyqër Zotit mirë, po kalojmë. A keni me omër, po, elhamdulillah, mirë. Dhe kem kategorinë tjetër e cila, në mend se më ju anku Allahut, fillon i ankohet njerëzve. Edhe në këto situata, një gjë duheni me kuptu. Ti pyesësh njerëzit çushia je mirë, bëhet për dy arsye, ose për një mek e ki gajle atë njeri, ose veç e të ja bën ranën. Adet kamet. Kamet adet a je mirë me të thonë, çushia je mirë. Çka me bëhet atëherë? Mos i kamet adet pse i qilesh njerit? Pse e ka zënë kretë hallet e tua? Tek e fundit ai s'është interesuar mbi ditë hallet tua. Thjesht po do më tregu edukum, edhe me thonë, në fund çka thotë? Wallahi, kur janë sa tjetër çushja e mirë thotë, keq, djali çështu, nona çashtu, baba çashtu, s'kena pas pramë kum çu deri në 2 natës, kemi natë ka dhënë filan doktori, një filan infuzioni me çto ilaçe. Ai la ilaha illallah. Don e më fal thotë se jam i nxan pak po du me shku. Çka po hen me detalizu? Pse po hen me detalizu? Ai të ka pyet me aboranin se çashtu është kulturë, edukat, nuk është çështë. A di kur e intereson, kur vjen te shtëpia thotë s'kom pa djen namaz sabajt, a kina i sen? Valla po, mos kina i të lash, a mu i me të një mune i sen. Kalzam, Allah, qelio, e që ti qelio? Që ti qelio, sa Allah i të ka qunë në shpitani me të një mu. Qaj që të ka pyt në rrugë, që a bane e mirë, tik në udhën, aja në udhën, edhe ti mi u qelë, mi thonë. A din që na kemi njerëz kur, jena mësuma me ta që rinë të anku, nuk i pysim për shambull të sheki filani, fistekin, se dim se ku t'jani, se ku dele, ku shkan. Nuk i takon besimtarit, ti ja kimi ju anku njerëzve, ja kimi ju anku Zotit. A ju ullë në herë me ullë, me Allahun e të gjallë me bo dua, mi thonë o Zot, e kam këtë nevoj, këtë halë. E me njerëzit veç me folë pozitiv. Me konë optimist me njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka shku mi vizitu njerëzit, ka bo dua për ta, edhe i ka orientu mendimet e tyne gjatë sprovës, ka ona e mirë. Ju ka thonë, kaluse, inshallah, pastrim me lejen e Zotit. Sa ma shpejt, do të bësh mirë. Zotit ta largoft, mas shumë të që janë sprovu pejgambert,
Por Allah I ka ngrit gradat e tyne. Kështu ka bëu dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata kanë thonë elhamdulillah. Po me izin Zotit, kaluse. Njoni ka shku njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vizitu, edhe ai në vend se me marrë këto fjalë pejgamberi kur ka thonë pastrim, kaluse, Allah të shëroft. Që ka thonë ai, çfarë shërimi, ja Rasulullah. Asje të pa që rreth meje, ashtu sjell deka. Thotë, që me thonë, fundi jam, pështimi jam është veç kur t'hinë dhe. E ka këqyrë pejgamberi, alayhi salatu wasalam, bashkë me shok, ka qenë aty edhe ka thonë, u baftë qashtu qysh po menojsh. Nuk ka ardhë, si me thoni qenia, a I ka shku mas drejkës me vizitu, veç ka ecë njere. Na nuk duhet të t'i përzim sanët, na dim që vdekja ndorë të Zotit, por e jona është me menu mirë, e jona është me fol marë, e jona është mës me njell, mës me kukat, mës me njell keq. Sa njeri e dini ju prej pesimizmit janë smun kohët pandemisë. Ka I tuta, kanë të dalë meq. Mediat, rrjetet sociale. Kush ka fol vetëm me optimizëm? Veç për gjallartë. Dilshin e për internet. O, ka dalë be burra se nuk desin pashku Zoti. Dilshin numrat, 100, 1000, sot 200, 2000. Pamja, ato këto sen. Kush e manë përgjithsin që e kanë tranu popullin pastaj? Se cili që ka fol, ka me majtë përgjithsin. Kur dil ke dikush që ka provu Covidin, edhe thoi, kohë ku më kalu kollaj, me një qaj, me një qësa, me një qasi, njerëzit, pak I vinte shpirti, e me të majshin. Sa njeri ka vdek, nuk o konë për me dek gjendja ti, pashallah, në një ofim njerëz edhe ju njifni. Ka shku në spitali, kanë thonë, veç I kanë thonë, këtë dalë pozitiv, veç I kaq. Që ka ba? S'ka dalë për spitalit I gjallë, I ka I tuta, edhe ka vdek prej tutës. Pashallah. Besimtari nuk e bën një gjë të tillë. Gazepat më të mëdha, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kur kanë mbledh shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam armisht, kanë thënë hasbunallahu, na mjafton Allah. Sa mbështetës I mirë është ai. Ku me timoni? Një njeri I cili bjen Allahut sejdë, një njeri që ka besu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o djalash, kur ka këshillu Muadhin, si kur këtë bota me umledh, me të botë dam, nuk mundën me të botë dam, nëse Allah se ka shkru, këtë bota me e gjenë me insan, po edhe me umledh, kërret me të bo mirë, nuk mundën me të bo mirë veç qaqë sa të ka shkru Zotit. O shkry kjo po. Pse nuk rri besimtari faqebart, ja I cili beson kaderin, është edhe ma burë dhe ma trem, edhe ma largë lakmis, ai që beson se Allah e ka në kaderin e vetë, sa ka me fitu, çfarë riski ka me pas, nuk bëhet hor. Nuk bëhet hor me mashtru njerëzit. Shënirin që nërsyt mashtron. E bën marrëveshjen me ty? Ta ofron produktin, thirr pa e bën marrëveshjen, jep kaparin, thirr pas gjithë spaska si materiale, ta bleni jo më I shtrejt, është ta shtonin 200-300 euro. A vallahi një ajti është materiale. Se ti më ke bë marrëveshjen, I ke kallzun, ka marr kaparin, e ma si spas ka hajt, ma qa me bë. Kështu nuk e bën me burri që ka fytyr pak. Ka me dek, nuk ka me marr kur gjë me vete. Ku me të besimi se ndorë të Allahit është. Tash, pa I thot, mirë be ti po thu që është do sen e shkrume, pa I mur 300 euro ma shumë. Po I mur. Po, ai s'ka pas më smu djali, Allah s'gjel ka më smu djalin që ato 300 euro kanë më shku në për spitale ati, ç'ta dije. Ai s'ka pas me bën ndeshje, ka me bën ndeshje edhe ka mi dal. Harami ka mi dal. Dije definitive dije këta. Edhe masajna çuditësh thu, çush më bën ndodhi as ideja ka herë, çau bon. Djali kesh nash, ai kesh to ec mirë, veç kur e pash, e po ndodh. Këshire kontrolloje veten. Na nuk po thojmë që ka raste kur Allah të sprovon edhe pse s'ke bon. Këqia dallavere tas mund djalin e bën ndodhen ato sane. Por e jona është që na mos më bëj sebeb, mos me përly historinë tonë të Allahu me çështë dallavere. Na mos me përly.
Se humb Allah bereqetin. Prandaj, kur mendon mirë për Zotin, kur lidhesh me Allahin, nuk i bën këto sene. Nuk i bën. Grada më e lartë e burrnisë është një shprehje që vjen murue. Murua, di çfarë do të thonë? Do të thonë murue me të ardhmarrë pi vetës, çka. Çka i bën me të ardhmarrë pi vetës? Do të thonë çaç më kon burr, fisnik, besnik, i ndershëm, sa një diçka që nuk e kishë bën para dikujt se të vjen marrë pi vetës tone. Kuqesh pi vetës tone. Kur të vjen marrë pi vetës tone, do të thonë është të ardhmarrë prej Allahit. Se ka pyet Xhibrili alayhis salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, çfarë është ihsani? Mirësia, kulmi i mirësisë apo perfeksionizmi, mi bo perfekt sanet, perfekt, të dini të thonë, që s'ka më ma mirë, 100%. I ka thonë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, Xhibrilit është, ka thonë, ihsan, burnia, s'ka i burnis është, me adhuru Allahun sikur po e sheh, edhe pse ti si e të pajën të pa ty, ka që shkon ti, me pas Zotin me vete, së më pa filoni, kape një mollë, pa thamë që ashtu, në pibi pak ma përkryje. Kur po më shohin njerëzit, jam mas se s'ban me kqyr haram, zonë, jo vëlla jam. Ti s'ban me kqyr haram edhe kur je veten, kur s'ban me kqyr haram edhe kur je me të tjerë. Se ti nuk e lidh haramin edhe halalin me njerëz, e lidh me Rabbul Aleminin. Çka është kulmi? Ai se s'ka gale e prej ka pak kerën, burri 5-60 vjet, e prej kerën e tjetër në parking edhe ik. Unë nuk më kuptu çfarë burrnie ka nesër, ai edhe mundet mi majt ders, edhe motiv fëmijëve dhe nipave të vet. Po ik. Ndodhi këto në për këto marketet e mëdha ku ka kamera. Më thirr një thirr një policë, a një është filonin me mbjamën të njëjtë. Shpomën, thujmë ata le të vjen edhe se ka ik dhe i ka rradha kerët e ka gridh kerën s'ke dhe ka ik. Burri 60-70 vjeçar. Po më vjen marrë me thirr mu mi thonë, kanë pa në për kamera policia ka shku. E ka thirr njëri policin se kerën e ka pa vi, s'kaj. Po më vjen marrë pasha Zotin me thirr në telefon. Jo me tha kesh pak i nxonën për gut se e kum pas më kthy. Leve me këto pallavra me sa mas me shit mu, po unë çto jam i sti populli. E di që kjo është rën. Faleminderit se asje po thuj që kam ardh. Çka kimë ardh? Sekonda shteç me ik pi aty. Nesër, apëden ullet notë dhe të kundërshton, mund me të kundërshtua, apëden thuti që kë, a që çfarë burnie ka kë? Pa kur e bën që ata nesër mja besu atini diçka në shtet, çka bën ai? Ai nuk e ka tutën e Zotit, dhe më dhanë, s'ka kur farë, fijet burnis nuk ka. Fijet burnis. Kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që pasha Zotin, më pas ardhë, në tabak të arit, harami nuk e kanë pranu. Nuk e kanë pranu. Edhe një Jusufi alayhi salam, djaliri, të i vlu, emocionet, epshi. Jo i zbukuru gruja huj, ja ka mbyll 7 dyr. 7 dyr ja ka mbyll. Çka ka thonë? Wallahi unë kam tutën e Zotit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë në hadith. Pi 7 personat që kanë më konë në hijen e Allahut të gjallë ditën, kur s'ka hije tjetër pas hije Zotit, është një person që epshi e thret, s'po du të hynë detaje. Pala tjetër, me pozit, me bukurim, me gjitha, çka thot? Unë i tutëm Zotit. Unë e sa filonin pasëm pa këtë veç, a të më po Allahi, veç bani sanet me halal, veç këna që Allahun Gjelleshanu. Allahu Gjelleshanu ka përmen një jetë Kur'an, e të khshaunehum, ka thonë, për ju tut në njerëzve, fa Allahu haqqën të khsha, ta shë lezu namaz sabat. Allahu është ma hak me ju tut, veç tut ju Zotit. Na jemi në burgun e dënjas, burgun e njerëzve, që dhe më dhe burgun e njerëzve. Na jemi me një burg që na pa filoni, mas e të pa, jetë se po vjen fiziki, pse ti tut është për njerëzve? Ti nëse nuk e ki tutën e Zotit, shija vëlla se ty nuk ka me të bëtë dobi, kur gjë tuta njerëzve. Andaj, u lidhem temas teme, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dasht, ka motivu që me qenë njeriu optimist. Jo çdo kuj mi aqel zemrën, me i kalzu ato detajet e problemeve tua,
se njerëzit vetë që në të abo ranin me të vetë që shja e mirë, se ty be nuk kanë të interesu kërkuj për ty. Veç nëse du të mirë qelë një mikut, i shokut. Një dikuj që i jeton, i bashkjeton problemet e tua, dhe është në gjendje me shky për ty. Edhe ka thonë mos i lidhni sanet me horoskop. Kjo mos i lidhni me horoskop. Ju e dini se analizat për e thonë shtune, e horoskopgjive janë rana. Ata mendojnë që planetet, lëvizja atyre ka ndikim të njerëzit. Edhe i kanë ba 12 amna, i kanë qujtë 12 faza, 12 për se cilin muj ka një fazë, edhe ju kanë gjitë amna, të ndryshëm, Atarakja, Demja, Kalja, Magarja, ata e din, Gaforja. Edhe njerëzit i mashtrojnë për para në fund të gazetave të revistave, këtë muj kime pas kështu, këtë muj ka me lëviz kja, ka me lëvizja ja, edhe pastaj çdo ditë, e pastaj edhe në përjetës sociale. Ku njerëzit marrin vendime duke u bazu në çato sanet. Këto kanë qenë të pranishme edhe në kohën e moqme, edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku njerëzit kanë pas forma tjera të këtij parashikimi. Një prej tyre kanë marrë një zog, edhe ka pas me shku djatas, a majtas filani, a me shku për një udhtim caktuar, a mos me shku, a me marrë një vendim caktuar, a mos me marrë, e ka marrë zogën edhe ka thonë nëse shkon djatas pe marrë vendimin, nëse shkon majtas pe marrë, dhe ka lëshu. Ka shku, ka thonë, qështu du të me bo. Kanë menu që kjo, pastaj kanë pas raste kur i ka në shpi një sorë, ose një plumë, ose një lloj i caktuar, nëse është nalë të dera, kështu ka me ndodhë, nëse është nalë në kulm, ashtu ka me ndodhë, i kanë lidhë sanet. Nëse ka bon zon, ka lëshu kra 2-3 herë, kanë thonë ka me tarë mysafir. Mbarët ka pas bishtin, nëse ka pas bishtin ka dragasha, pi dragashës ka marë, nëse ka rau vecë, pi rau vecët ka me... E kupton? Kështu i kanë pas ato. Pastaj i kanë lidhë po ashtu edhe me ëndra, për fat keq. I kanë ba strikte do regula, që nëse shen ëndër qështu të ndodhë qështu, nëse shen kështu ka me ndodhë ashtu. Që nuk guxon besimtari këty në mi u besu, për shembull, me qëllim për përmeni, që mos me hyj ju në lojën e fallnave, se këto janë stil të fallit të horoskopi këta, pa e ditë, ka mendojnë që është për shembull, nëse shoheshin ëndër tu ka del gëzim, nëse shohesh tu kesh del edhnim, kjo nuk është e vërtet. Fshine këto, mos i besoni kësaj. Një rregull merreni te ëndrat. Çdo ëndër e keqe që të frikson, që të bën marak, dije që është pi shejtanit. Çka dush me bë? 2 sene dush me bë. Mos mi vu veshën me gjujt, edhe dyta mos mi kallzu kërkuj. Ëndrën e keqe. Edhe nëse kjo pa për veti ose për çat filonin. Ka njëri që të bën marak të tillë në telefon. Allo, çushia je mirë? Mirë, alhamdulillah. Për ne më je mirë po. Vallahi më fal po të kum pa ëndër që tu kish put kryt, ai rave të poshtë shkoj kryt leve, burr mos pa kallza këtë ëndër. Apo më kënaqesh, ha? Mashallah, më dha e myshde. Çka kjo pi shejtanit? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka njëri ka thonë ja Resulullah po du me ta kallzoni ëndër. Ha, ka thonë çka? Pejgamberi ka komentuar ëndrat sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë çysh kesh, to ec, tha dhe dikush ma këputi kryt tha. Kryt tha ec ke përpara ngosha me nxon tha sun nxisha kryt aty ka kthec përpara. Pejgamberi tha diçka. Mos mi kallzo ëndrat ka polun shejtani natën me ty. Ai do vjet me avdes. Ai do vjet me dhikr. Shejtani polun me këto ëndra me ty. Mos mi kallzo ta këto ëndra. Që janë vezvesën nga shejtani. Pra çka është ëndër e keqe, është pi shejtanit me të bën vezvesë. Çka me bë? Mos mi kallzo kërkuj. Edhe mos me i besu, jo me thonë nesër, m'dul, ose mos po m'del. Nuk del ëndra, mos e baj gale. Edhe ëndrat e mirë janë për gëzim nga Allahu, ëndrat e mira. Por edhe ato du të m'ja tregu vetëm njerëzve të cilët ta dojnë të mirën. Ai që ta do të mirën, nëse s'di me komentu, du të me shujt. Se ta do dikush të mirën.
ti shkosh e kallëzosh një ëndër aty që ke kesh në ëndër e je gëzu, e je kënaqë, ke pa në xhenet në të mirë, ai çka thot në ëndër ku shkosh, shohësh mirë del keq, e prish. Prandaj duhet m'ia tregu njerëzve, nëse s'din ata me komentu, veç me bë dua. Nëse din me komentu, ata komenton pozitiv, edhe pse s'di me komentu kërkush, unë nuk ju garantoj që s'di me komentu kërkush. Se ka qasi detaja ëndra që lidhen me ajete dhe me hadithe. Se ëndra mirë është 1/4 pjesë e shpalljes. Nuk janë ëndrat e mira kot. Kanë mesazhe. 4/6 ëndra mi pa të mira, është si me të arë njerë shpallje. Normal, më nëni të që keni mu bo pejgamber, mi pa 4/6 ëndra të mira, me thonë merë shpallja. Po e ka rolin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shpallje 23 vjet. Kur e ndajmë se cilën vetë për gjysë ka 6 muaj, bjerë 4/6. Pse është lidh 1/4/6? Se 6 muajt e parë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i ka ardhur shpallja përmes Xhibrilit, po i ka ardhur shpallja përmes ëndrës. 6 muajt parë, prandaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka 6 muaj, i ka pas 4/6 pjesë, ka 6 muaj, që i bën 23 vjet. Andaj 1/4/6 shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë ëndra. Ku është ëndër të mirë është si harriç. Po kthejmë prapë të tema. Pejgamberi ka ndalu horoskopat e këto senet. Në atë kohën pashtu të mosshme kanë pas një grumull me shigjeta, edhe kanë pas shkruar me shka mas shka, banë mes banë. Qësi? Edhe a me ba filan punën, vallaj s'po di. Shka te ata shigjeta, cëllën pe kapesh, pe shkruan aty shka, po shkaj. Bane pe baj. Bleje pe bleje. Nuk na lejohet neve kështu. Kjo është pjesë e shirkut. Ka në qelë, a lejohet me i këshyr yjet, ka gjëra që lejohen edhe ka gjëra që ndalohen. Me mendu që yjet kanë ndikim të e ardhmja jote, është shirk. Astaghfirullah, prish besimin. Me shku të njerëzit të cilët i parashikojnë gjanat, është shirk. Dhe nëse vdes njëri me atë bindje se filoni e ditë ardhmen, shkon në xhehenem për gjithmonë dhe nëse falet të jetën. Keni kujdes vllazni. Nuk është hajgare. Nëse shkon veç për me kqyr për kuriozitet, me thonë e s'di filoni, po veç ka me shku me kqyr, çfarë po thot? Atër 40 ditë nuk i pranohet namazi. Pse? Nëse duhet me fal namazin, edhe pse si pranohet. Borxhin e kryen, por sevapet 0-0 i ka. Jo me thonë masë s'pe fali tash. Pse? Mja të rejkë vrejtën se kjo është një derë e madhe e shirkut. Përveç lejohet me shku, me e debatu, me e kundërshtu, me e këshilu, nëse je eksperti asaj fushë. Nëse jo, mos u merr me ta. E kupton? Është ndaluar pra me shku. Edhe të çdo kush i cili i thot vetes hoxh, dhe ju e dini që s'është hoxh, nuk ban me shku. Hoxh ku tham që kinë se parashikon, çdo kush i cili lexon filxhan, nuk ban me shku. Dheni llomën e filxhanit. Çdo kush i cili lexon dorën, nuk ban me shku. Edhe nëse është për hajgare, hajde ta provoj, apja qëllaj. Na njerëzit e tillë, të cilët kanë këso parashikime, ose janë për një me magjistar, ose janë mashtrues. Mashtruesit përdorin terme të përgjithshme, kemi përmend në shpesh nderse, por ja vlen sa është serioze kjo temë, terme të përgjithshme ku detyrimisht do njeri ka me gjetë vetën ato terme, ato fjalë. Ata përdorin, për shembull, kanë ashtu një rrugë gatë, thotë. Ti tash duhesh me analizu. Thotë, kanë ato të munu diçka, po ka mos gjithë. E pas ke një hasëm, pe i mote, po munu ka ballë me të bëjë diçka, po s'po muj ka. Çdo çka i thash unë, secili për juve mundet me qitë në vetën e vetë, kretë kemi rrugë gjata që na munojnë në jetë, kretë kemi sfida, kretë kemi dikush që s'na do të mirën,
Edhe na masanena, thot, qysh ja ka qëllu Kret. Ka shku të një djetar ka shku të një që si parashikusi të ardhmës, që për ditë që ka me ndodhë ma vonë. Po të ka zënë të i nesër ka me ndodhë qështu. Ka shku kjo djetari. Ka thonë kemi takim me debatu filan ditën, ti që po pretendon se edin të ardhmën. A i tha po, s'ka problem. Kjo djetari, në rregull. I murë disa njerëz me pa gjematin. Tha, ti edin të ardhmën? Tha po. Kret mund me në ka dhu që ka me ndodhë sot dhe nesër mas 2 orë me të thak po. Shujti djetare dhe një gjysë minutë, 1 minutë. Edhe i ra shëplak, sëtë dzidze e qiti, magjistarit, ati rëndësit. Edhe e vun dorën, tha ku për ty? Tha pse? Shtë të mëraj shëplak? Po tha pse së mbrojte? Shme tha më mbrojt? Po tha tja po thu që e di të ardhmën. A nuk e dite që kam me të ra shëplakun e mu largu paka? Tha që marrë për këtë mos në ladhë. E humbi debatin. Pra humbi debatin, pashtu ka mashtrues të cilët thonë se na jo mundsojmë me, kjo nuk është të na, është në botën pjesë tjera, është edhe në Perëndim, me shpirtat e të vdekurve t'juaj me folio, me shku aty me hinë dhomë, edhe ai e banë të tërë, një kryet aty të plastike se ka skeletit, një qiri qanena, pak me bo ma interesant. Edhe ka rast kur për me i thret e gjendë. Edhe ta flasin me zanin e babës tanë, e gjyshit tanë. E gjendë jetojnë me 100 vite, me mira vite. Dhe se cilla familje ka do e gjendë që ja din halët asaj familje. Dhe se cillin njeri ka një karin e gjendë të afrët i cili e nëzit ka keqja. Që shika dhe me lachet, që me lachet e nëzisin ka e mira, e ka dhe e gjinin. Momentin që vdes filani, që e gjenë mund më barë të djalive, ose edhe ja din historin. Edhe qka bëjnë të agjen? Sakrifikon magjistari për ta, duke kundërshtu fen, duke përdhos dinin, edhe duke shtit dyshimet të masa e pa informume. Edhe, i thot, unë të thiri babën tanë, që të ka dekë që 50 vjetë, Allah i le therma. Edhe i thot, o birë, pa ma është membe, kur kena kosit që shto, e kur kemi rujt, kuvalt ashto. Pi bjerë 100%. Se aje gjini, o konë në gjdo detaj me babën e këti, e gjini flet, zonin e në rënd që shdon. Edhe kjo besan se, është e vërtet. Ka ndodhë kjo me Shekh Albanin, rahmetullahi alej, ku është paraqit një ordanini e i tilë, që pretendon se edin të munin gjallë shpirtat, i këthen shpirtat e të vdekurve. Shekh Albani ka qenë prej djetarëve të hadithit, Allah në shëraf, edhe kalon me njënin një takimi, ka thonë, nesër kam ardhë, ti kimi ma këthy shpirtin e Imam Bukhariut, një prej djetarëve më të mëdhaj dinit. Ka thonë pse? Thot, i kam do pytje që s'kam mujtë me gjithë përgjigje kërkon se thella, meselet thella të fesë të haditheve, veç a i dit përgjigjet. Para 1300 vjetë, 1250 vjetë ka dek njëri. Kjo është që në këto lojna me këtë djetarë s'mon me hi. Thot që ka pasat, po thamon e kështu ordinancën e vetë, atë dhomën, atë lokalin ku i ka mashtru njerëzit, thot ku kemi shku nesër si mos me pas egzistu. Gjdo sen e shdukne me tavolina, me kretë, ka ik njeri, ka hu prej aty. Qa përdu me thonë me këtë? Asësi nuk duhet me i besu këtyne gjanëve, asë mos më mashtru mas tyne. Gjdo kush që pretendon se e dit ardhme, nuk e di. I vetmi sekuenca që ka dit nga ardhmja, pjesë, nga ardhmja ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose pjesë të veçanta, ndodhit të caktume, ose gjonat përgjithshme. Gjonat përgjithshme çka? Pejgamberi në ka kallëzu se ka marrë Dejjalli, apo pejgamberi në ka tregu se ka marrë Hazreti Isa, ka me zbrit pe qellit. Këto janë sekuenca ose detajet përgjithshme. Ka tregu se ka marrë Imam Mehdiu. Gjonat përgjithshme. Na ka tregu se çka ndodh me njerin në varr. Na ka tregu se ç'ka ka me ndodh dita e Kiametit, ç'ka ka më kon dita e gjykimit. Këto janë gjona për të ardhmen të përgjithshme. Edhe gjonat veçanta, pejgamberi alayhi salatu wasalam në betejën e Bedrit, në Sabah, para se munis 2-3 orë beteja, ju ka thonë shokëve të vetë, e janë i qëto.
disa për ty në jo kret, ka thonë qëtu ka me vdek filani, qëtu ka mu plagos fisteki pe armiqve. A ka ditë pejgamberi të ardhmen? Jo. Po qësh i ka ditë të sene, kanë qenë inspirim nga Zoti. Vetëm disa gjana, pejgamberi nuk e ka ditë të ardhmen. Prandaj Zoti ka thonë Kur'an, thuaj, unë nuk e di të ardhmen. Si kur ta dija të ardhmen, do të rria i përgaditun për ato që ka me ndodhë nesër. Kisha me nejt i përgaditun. Mos me mëzon në pa kujdesi e ardhmja. Prandaj, këto gjona që pretendime, qofshin përmes rrjeteve sociale, qofshin përmes individëve, qofshin përmes ato organizatat caktume, siç është e te mesela parashikimit motit, që ka të bëjë me lëvizjen e planeteve, kjo nuk është shirk. Për arsye se Allahu xhaleshanu ka lënë që në bazë të lëvizjeve, Zoti është ai që e çon shiun, që e çon diellin. Por i ka lënë sebepe kur fryn era, ma shumë lëvizjen rreth ma shpejt. Nëse ka rreth të dendura, ato fërkojnë janë me tjetrën dhe ndodhin çdo sene. Por përderisa ata të cilët e tregojnë motin, e kanë parashikim i motit. Parashikim do të thonë në bazë të disa rrethanave të natyrës, që ulemat kanë thonë me përvojë i kanë mësu me përvojë. Çobajt e din që nëse fryn era çiknena me bajgu shpejt, prej të shivin, e din çobajt. Pse sa ai 30 vjet çoban, ai gjithë kur ka fryn çanin era ka rashi. Edhe thot ose natën kur janë kuha e qelne, plashti kanë thonë fteqet për para, e qelne me yje, nesër prit e ftotin, dimnit. Tha nesër, këto gjana me, prandaj këto nuk janë parashikime, janë përvoja të njerëzve të bartura gjenerat mas gjenerate që i kanë pa në natyrë. Ka dallim astronomia dhe astrologjia. Astronomia është domethënë me ditë sa planete i ka një galaktik, dielli sa planete i ka, sa kilometër shpejtësinë e ka në sekond dielli, sa janë larg planetet njëna prej tjetrës. Këto janë të lejuar me mësu astronomian. Astrologjia është parashikimi me magji të saneve. Du të me prita e magjistarja. Kur të vjen që aty dielli, edhe hana që është ase, kjo du të me dalë aty edhe me i ban disa lëvizje të caktume, se veç qatë natë du të mi ban. Se qatë natë më lidhen e gjithë në filan venin edhe mundet kjo me pas kontakt me ta. Këto janë haram. Këto janë shirk. A ekzistojnë? Po ekzistojnë. Po ekzistojnë. Gjithsesi besimtari nuk duhet më friksua, po kupton. Se tek e fundit na jemi që kemi Allahun xhaleshanuhu. Dikush i cili e ka ndihmën vetin shejtanin, nuk mundet me mund ato që ka ndihmësin e vet Allahun. Por duhet mi marr sebepet. Me fal 5 vaktin, me bë dhikr, me nejt me abdes, me nejt me gusull, me hungër halal, me pi halal, me vesh halal, me pas zemrën e lidh me Zotin xhaleshanuhu. Kur i bën çdo besimtari nuk duhet më utut. A mund më ndodh aty sprova? Po, sepse edhe mjeku që është mjek mundet me kap flama. Pse? Po çdo kan mund me kap. Prandaj mundet çdo kush mos provu, po ai i cili merr sebepet e ka kry borxhin e vet. Nëse Allahu do me sprovu, atëherë sprova është thjesht për mja fshi gjunahet. Sepse Zoti e sprovon edhe atë që është fetar. Për me ngrit gradat, për me nderu, për me pastru, ose me lëkund, me pa ku është. Pa Zoti as e di çfarë niveli unë jam edhe ti, devotshmërisë, jo Zoti e di. Po do ty me të bind që qatë sa po pretendon nuk i e, po mos u shet shumë, se pak një sprovë më e vogël, çka? Lëkundet njëri. Haramet e mëdhaja i dimna. Shirku, kamata, vrasja, rana, amoraliteti, shpifja, etj. Sa njëri pretendon se është fetar, pak mi u likund temelet e tia, nuk i ka gale do harame. Për sanin më të vogël është në gjendje me shku me marrë kredi, pa problem hiç, as që diskuton. Pastaj debaton hoxha, debaton me ty për punën e zeqatit. A din sa njeri nuk e ka idenë e zeqatit? Idenë se ka.
Sa njeri ka 50.000, 100.000 të nejt pare, në për banka, besadet blokume, që është haram. Kërkoj fale, shpresoj s'pe preke kërkan, se nuk ka që dit i ka në pja qes. Jo, së është e qëllimi. Zeqati nuk e jep. I dridhe dora me dhonë zeqat. Në 10.000 euro, 250 euro. Nëndaj, Allahu Gjeleshanu praktikisht dënë me të vërtetu ty, se qaj që për pretendon nuk je. Ka thonë, pejgamberi a.s. mas shumë ti, që do arsyetimin para robit, është Zoti. Arsyetimin qësh? Zoti mund me të qu ty në xhenet, ose në xhehenam, heq pa të qitë këtë dunja. Pse ka kriju këtë dunja? Mi ka dhu gjithë se cilët njeri, muno buri fort, muno vetë, këqyre sa je Zoti, sa mund është me ba, sa s'mund me ba. Do arsyetimin. Allah ja qënë sprovat, Allah ja qënë të mirat. Ja që njerit një sprov me pa ato që po pretendone a ka, për një masë e ka. Keni kujdes në çështjet e tilla, mos u ndikoni. Një prej gjërave që mund ndiku njeri është, kur ka qenë i vogël i ka mësu dosane, për shembull që nëse të kalon maca zez për para, ajo është ters, është diçka keq, e bukla, ku e diçka du të me qitë një gur njerë, masanina me kalu se cilët këqia. Këto e në gabim, mos ju besoni këtyne sanave. Jo ma prejt ju udhën kështu, ma prejt ju udhën ashtu. Pastaj po ashtu nuk bën mi u besu edhe kur jetu fol të diçka, edhe tjetrit i vjen lemza. Ose një në zonin Allahu Ekber në gjami thot apshe e vërtet. E vërtet që këtë që pëthu shtu ose që pëthamune. Pse? Allahu Ekber janë nisi hoxha. Jo, ai që pëthat Allahu Ekber për të hajde fale namazin. Le e vërtet e pa vërtet, lafin ta nuk është e vërtetuaj. S'ka, dhe më thonë, po nëse nuk po thirë ka ezane, atër pikpytja është e vërtet. Nëse po thirë ka jo, sa njeri ka bo dhe Allavere të thirë ezane, nuk du të mi besu këty në saneve me mendu se një fjalë të cilën kër e thot filani edhe janë një sezoni me thirë, është e vërtet. Nuk eksistan kja, nuk ka argument. Kjo janë thjesht para gjykimet të cilat ndikojnë në besim, mund me prish besimin. Të dashë vëllezër, çështja e besimit nuk është e lehtë, nuk është për me u marrë hajgare. Dijeni se çdo gjë që lidhet me dikën tjetër pas Zotit është ndaluar me besu. Me mendu se dikush jep jetë, dikush merr shpirt, dikush e di të ardhmen, dikush mund me ndiku te ti, dikush është i fortë i cili jashtë fuqisë Allahit edhe dëshirës Zotit mund me të bëjë diçka. Mos e besoni këta. S'mund kërkush me të bëjë kur gjë, si mos të ka shkruar Zoti, si mos doje Zoti. Na kemi për fatkeq detyrohem me thon këta, hoxhallar që mirën me magji. Tamam me magji. I thojnë vetës hoxhallar. Edhe kur takohet një besimtar i fortë me iman, edhe kundërshton çohet ai tjetri, thot le mos ngust ose ky mund me të bë, ku çka mund me të bë. Duruju për ti, edhe ai çka tash se ai duhet me kërcënu njerëzit, thot rejort se unë të bëj shtang. S'mundesh as me ec, me durë me kom t'i bllokoj. Qysh besimtari likshtohet para këtyne njerëzve? Qysh tutet para këtyne njerëzve? A din pse? Kështu mi u tut që ti njerit, kur të thot qështu, dhe më thonë, ti po beson se dikush mundet me të bë diçka pa dasht Allahi, pa forcën e Zotit. Nuk mund me të bë kërkush kur gja. Kërkush s'mund me të bë kur gja. Çka me bë? Veç të t'ju Zotit. S'pa dham tash me shku edhe me sfidu do të forcë, se dikush është i fortë të më shën shublak. Po këta që me si dallavere, me si rana, absolut mos u merrni me ta. Lidhun me Allahun. Të lidhesh me Zotin është mana e madhe. Ka thënë Allahu, kur robi afrohet te Zoti, bëhet i devotshëm, mos tutet më. Ka shkoje ka Allahin me vete. Dora ti nuk prek haram, syni ti nuk qyr haram.
koma ati nuk shkon haram, goja ati nuk flet haram, është komplet me Allahin. Me bo me Zotin, ose Zoti me ty, ma mëse baj gale. Ama kjo lyp bindje të fort dhe praktik, jo veç bindje. Se ka raste kur njeriu me zemër dhe me fjalë thotë unë jam shumë i bindën te Zoti, unë jam shumë besimtar, por kur vjen praktik nuk është i tillë. Pse? Praktika është kryesorja. Prandaj është hadithi e pejgamberit alayhis salatu sallam, Allahu nuk e këshir fizionomin e juaj, as bukurinë e juaj. Allah e këshir ato që e ki në zemër, edhe ato që e qesish në praktik. Në praktik. Zemrën na nuk e dim, Zotit i takon. Ajo që në praktik, do më thonë, sa je besimtar praktikisht. Bukurin, fjalët, lafët, maj për vete. E për fat keq na jemi, ose një pjesë, ma shumë interesohemi për rregullimin e anës jashtme, se sa asaj të brendshmes. Anën e jashtme. Ma shumë na intereson me nërëq dhamët se me nërëq fjalët. A është të vërtet kja? Sa goja është me dhamë të bardhë, po nëzirë pleh për gojës, se s'po thomë që tërsen. Dhe shtë me thonë diqka tjetër, ju e dini qka, po pleh po thonë. Së të vynë dhamë të bardhë kur ti fjalët i kitë zeza. E mi pasu edhe dhamë të bardhë dhe fjalët të bardhë, hala ma mirë. Sa njeri interesohet për rrobat e veta, nuk interesohet për zemrën e vetë, zemrën tërë ka. Nuk arsyetohet devotshmëria veç me anën e jashtme. Sa jemi që bëjmë vërejtje mes neve dhe Allahit, e mundohemi para të tjerëve më ushqit në ryshe. Edhe për fund, pa thëmë që kretë jetat të cilën e bëjmë para njerëzve, nuk ka vlerë të Allahin nëse kur jemi vetë në vetëmi, ose në zemër nuk jemi qashtu. Kur jemi vetë, nëse ndrojmë. Në zemër, nëse se kemi qatë bindje, sillmi mirë me filanin, me fistekin, me përfitu për ti. A i tjetëre, i shkreti me nënë që na jemi burat mirë. A në fakt, unë jam të sjellë mirë me ta, jo se e du, po thjesht du me përfitu për ti. Që shiki zemrën që ashtu Allah i ka me ta, pru punën. Edhe, kanë thonë djetartë, dije që çdo sen e shkruan me laçja, në krahun e djathtë dhe të majtën. Edhe ti je një autor i një libri, e cila ka titullin Jeta e filan fistekit. Secili prej neve është autori i librës vet. Dhe në ditën e Kiametit, Allahu xhaleshanuhu ka mi nxjerr në shesh librat tonë. Dikuj ka mi u dhënë libra përpara, dikuj ka mi u dhënë në krahun e djathtë, dikuj ka mi u dhënë në dorën e majt, dikuj ka mi u dhënë mas shpine. Edhe Allahu thot, ikra kitabek, lezoj librin tanë. Qysh kena me lezu librin? Para kretë antarëve të familjes, para kretë njerëzimit. Prandaj Zoti ka quajtur atë ditë, një prej emrave të asaj dite është dita kur shpalosen fshehtësitë. Të dashur vëllezër, nuk ka më marrë se sa e përmenda më herët. Djalët, nipët, me menu që je shumë burr i mirë ti. E në ditën e Kiametit, kur ta lexojnë atë, kur ta shohin atë filmin tan, çfarë babe, çfarë babgjyshi kanë pas me u zhgënjy. E përmenda unë kur thash, do të më të ardhë marrë pi vetës, pe Zotit, mi bo dësane kur jenë vetëmi, vepse po mund, që me bo mu pendu, nëse kemi bo mëkate të tilla me u pendu. Pra, ta pyesim veten, siç ka thonë një dietar, a jemi në gjendje që jetën tonë me këqyrë si film komplet me familje. Nësë me të ardhë marre. E nëse si jemi atër hajtë dhe ta përmirësojmë. Të ndërum besimtarë, në afru vakti edhe i namazit të Bajramit, lusë Allah në gjellë që ne këtë bo kabul, ibadetet, duat, veprat e khejrit që kemi bo, para se me fillu, po e shpjegojmë